Ministri e Ekonomisë Artani Rizvanolli ka dalë sot në mëngjes me një video shpjeguese për temën tashmë më të nxehtë lidhje me çështjen e gazit. Ai ka dhënë disa informacione të cilat i kanë vendosur në një fact check. Pretendimi i parë. Është e vërtetë që Kosova e ka refuzuar gazin amerikan ose gazsjellësin amerikan në vitin 2021, siç është bërë shprehi të thuhet. I manipuluar. Pse? Qeveria e Kosovës në shtator të vitit 2021 ka vendosur zyrtarisht të mos ecë tutje me komponentin e infrastrukturës së gazsjellësit të propozuar nga MCC, që është një projekt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili do ta lidhte Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Ta kanë zgjedhur të kanalizojnë këtë grant të MCC-s në bateri akumuluese. Pra, infrastruktura që do të mundësonte gazin amerikan është refuzuar, pavarësisht se si paketohet kjo në terma politik. Sot familjet në Shqipëri paguajnë energjinë elektrike 31% më shtrenjtë se sa ne. Ato në Maqedoni të Veriut 30% më shtrenjtë e në Serbi 25% më shtrenjtë. Vlerësimi është i saktë, por është i manipuluar. Pse? Arsyeja pse Kosova dhe kosovarët nuk paguajnë energji më shtrenjtë se sa shtetet që ka përmend ministri Rizvanolli, është për shkak që shtetet që ka përmend ministri Rizvanolli nuk e kanë një kontratë në të cilën shteti detyrohet me i ble rrymë ose me ble import të rrymës për një kompani private që është kjo e distribuimit Kecit. Pra, na paguajna më pak për energji elektrike, sepse shteti i Kosovës e financon blerjen e energjisë elektrike. Pra, na nuk e paguajna më shtrejt me fatura, por e paguajna përmes taksave, sepse përmes buxhetit na blejna rrymë. Nga analizat që kemi bërë del se mënyra më e shpejtë, e dobishme dhe ekonomikisht e favorshme për inkuadrimin potencial të LNG-s në miksin tonë energjetik është përmes termocentralit në Vlorë. Ky informacion mbetet deri më tash i pa verifikueshëm. Arsyeja është e thjeshtë. As qeveria e Kosovës e as ndonjë institucion tjetër nuk e ka publikuar ndonjë raport, ndonjë hulumtim, ndonjë studim të raportit të detajuar kosto-përfitim. Një studim i pavarur që kishmujt me krahasu drejt për drejt ndërtimin e infrastrukturës së gazit apo tubacionit të MCC-s me blerjen e fatratet e energjisë të importuar nga Vlora. Ndërtimi kërkon kapital fillestar, por blerja e energjisë së gatshme nga një palë e tretë, në këtë rast Shqipërisë, ka kosto operative, të cilat varen nga tregjet ndërkombëtare dhe ato globale. 4. Ne mund të importojmë LNG në Vlorë, të prodhojmë energjinë elektrike atje e ta transmetojmë përmes linjës së interkoneksionit 400 kV që e kemi të gatshme sot dhe nuk kërkon asnjë cent investim shtesë. Kjo është saktë. Linja e interkoneksionit 400 kW mes Kosovës dhe Shqipërisë ka përfunduar së ndërtuari qysh moti. Kjo është bërë përmes fondeve gjermane të atëhershme dhe është plotësisht funksionale. Nga pikpamja e infrastrukturës elektrike, kjo nuk don ndonjë investim të ri në këtë infrastrukturë. Pretendimi 5. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme. Kjo është saktë. Ky dokument ekziston. Një marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipërisë për çështjen e energjisë është lidhur në vitin 2022. Megjithatë, ky memorandum i arritur mes Kosovës dhe Shqipërisë është vetëm në çështjen e vullnetit të lirë, nuk ka asgjë obligative. 6. Shtetet si Serbia, Maqedonia e Veriut ose Bosna e Hercegovina që kanë infrastrukturë gazi dhe varësi nga gazi rus, patjetër që duhet të zgjedhin mes Rusisë dhe Amerikës. Kosova nuk importon asnjë metër kub gaz rus. Kosova kur nuk e ka zgjedhur Rusinë, as në energji e as në asnjë fushë tjetër. Edhe kjo është saktë. Kosova bazohet rreth 90% në prodhimin e rrymës përmes të ngjillit, më saktësisht përmes dy termocentraleve, Kosova A dhe Kosova B, por edhe nga këto burimet e ripërtërshme, krejt pak. Kosova fizikisht nuk posedon ndonjë infrastrukturë të transportimit të gazit. Prandaj edhe importi i gazit rus është nonsens. Pra, ajo mbron vendimin e qeverisë së Kosovës. Qeverisë së CES, edhe ajo ka qenë pjesë për refuzimin e projektit të mëhershëm për infrastrukturën e gazit amerikan, duke nxjerrë në pa një zgjidhje të re hipotetike, blerjen e rrymës nga LNG në Vlorë, për cili nuk ekziston asnjë studim për këtë.